diçka të tillë. Pra, përpos ishte Vučić edhe Dodiku ishte protagonist kryesor në këtë manifestim, por çka do duhet të analizojë takimi përtej asaj çka shërbehet apo ofrohet në opinionin publik. Aleksandar Vučić tani më ka të qartë që pa Aleksandar Vulinin nuk mund të bëjë asnjë hap të mundshëm në arenën ndërkombëtare, respektivisht në pjesa e Komitetit të Globit apo lobbystëve serb, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë në Bruksel, qoftë në Rusi. Pra Aleksandar Vulini, i cili mbeti jashtë qeverisë aktuale të riformatizuar nga ana Aleksandar Vučić sa i përket çështjeve të zhvillimit që kanë karakterizuar Serbinë në këto 7 muaj të fundit. Pra, në këtë mes ne mund të konstatojmë faktin që do duhet të mendojmë qarta dhe se ku dhe si do të duhet ta tejkalojmë këtë krizë, këtë situatë dhe Aleksandar Vučić në pjesën e meshës apo manifestimet të cilës bëjnë në Moskë është një alarm për institucionet tona edhe politike, po sigurisht se ai më pastaj do të vijë me një plan konkret, me një mbështetje konkrete nga ana e Rusisë. Ky plan dhe kjo mbështetje mund të vijë deri te cënimi rëndi sigurisë kolektive në Ballkanin Perëndimor, madje duke vendosur elementin e Milorad Dodik në pjesën e Republikës Srpske të Bosnjës, mund të krijojë situata të ngjashme me ato që kemi parë në të kaluar, ku mund të vijë deri në konfrontim të mundshëm mes pjesës federale të Bosnjës, Republikës Srpske, që më pastaj mund të shpërndajë si një sistem i ndërlidhur apo i varur drejt të cënimit të sigurisë në Republikën e Kosovës, madje edhe me impakte rajonale të tjera. Drizan, beson se mund të ketë vendime që ta rëndojnë pozitën e Serbisë nga këtë tutje? Gjoj, Bashkimi Evropian ka një dashuri të heshtur me Serbinë, pra është dashuri e cila në fakt vetëm në aspektin deklarativ atakon Vučićin, por as në aspektin substancial, sepse Aleksandar Vučić në mënyrë permanente, në mënyrë periodike ka krijuar mundësitë të saj e tij dhe të Serbisë të pozicionohet si një vend neutral, duke ofruar infrastrukturën industrisë shoqërore të mbrojtjes Ukrainës, por luftën kundër Rusisë në anën tjetër duke mbajtur një neutralitet ndaj sanksioneve ndaj Rusisë, por njëkohësisht duke ofruar edhe të mirat natyrore, po asitët natyrore Gjermanisë dhe Francës, por njëkohësisht duke lejuar edhe një parafrim në aspektin ekonomik edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, respektivisht me familjen e presidentit Trump. Pra, Aleksandar Vučić duke kalkuluar gjitha këto e ka kuptuar qartë që Bashkimi Evropian përpos aspektit deklarativ nuk mund ta pengojë, nuk mund ta atakojë mirëqenien dhe pozitën e Aleksandar Vučić. Prandaj unë e quaj si dashuri e heshtur mes Brukselit dhe Beogradit, e cila padyshim do të jetë një nga segmentet kyçe të integrimit euroatlantik të rajonit Ballkanit Perëndimor, dhe në shokë nuk do të ketë sanksione masa represive ndaj Aleksandar Vučić në këtë periudhë pas takimit dhe pas vizitës së tij në Moskë. Atëherë e ardhmja e Ballkanit Perëndimor do të jetë në pikpyetje të mëdha, siguria e Kosovës, stabiliteti i më të tjeshëm i vendeve të tjera nga një person i cili ka qëllime ekspansioniste në rajonin e Ballkanit Perëndimor do të jenë shumë të larta dhe rreziku do të jetë permanent. Drizan, kam dhe një pyetje që vjen nga lindje e largët, por sigurisht që pati dhe nota shqetësuese, një përplasje mes Indisë dhe Pakistanit, duhet theksuar që të dyja janë fuqi bërthamore. Nuk e di, shqetësuese diçka e tillë për ekspertët e sigurisë? Padyshim ne do duhet ta shqetësojmë këtë konflikt në përmasa e aktorëve proxy. Pra, për të thjeshtësuar për audiencën në ju e për qytetarët shqiptarë. Lufta Ukrainë-Rusi e vjen në pas që Ukraina është duke luftuar nga mbështetja që vjen nga faktori evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Rusia ka akceptuar si një element proxy faktorit perëndimor. Pra, Rusia është duke luftuar jo ndaj Ukrainës, por është duke luftuar ndaj Bashkimit Evropian kundër Shtetit e Bashkuara të Amerikës. Tani lufta Pakistan-Indi, ne aty do duhet të shohim se kush qëndron mbrapa. Ne dimi që në pjesën e forcave indiane të Indisë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e Bashkimit Evropian, dhe kjo padyshim që e nxit momentin e mbështetjes që mund të vijë nga ana e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër Pakistani mbështetet nga ana e Turqisë, Rusisë, dhe kjo padyshim që mund të vijë në një situatë ku
një shpërndarje këtij konflikti në përmasa më të afta, ku dihet se të dy janë shtete me armë bërthamore, e rrit potencialin e përdorimit të tyre. Ne dimi se Kashmiri një rajon i cili ishte përdorur në të kaluarën edhe si segment i prodhimit të terrorizmit dhe ekstremizmit, që dhe më pastaj një pjesë e tyre kishin kryer akte terroriste në hapësirën e kufirit me Indin. Kjo dëshmon faktin që ky mund të jetë një nga situatat për shkallimit më të teshëm në lindjen e mesëm, apo më themi në pjesën pacifo-aziatik, dhe duke parë edhe influencimet që vjen përmes Kinës në drejtim të Pakistanit, mund të vijë në një situatë ku më pastaj faktori ndërkombëtar gjeopolitik dhe gjeostrategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian të mendojnë ndryshe. Pra mbetet për të parë dhe për të analizuar, por që një konflikt i ri përpos ai në mes Ukrainës dhe Rusisë, në mes Pakistanit dhe Indisë, një konflikt i ri në pjesën e kontinentit afrikan, do të jetë padyshim një alarm të i lartë që Ballkani për në modë duhet të jetë përgatitur, sepse më pastaj fokusi do të jetë përtej aspekteve të sigurisë në Evropë, po do të jetë i fokusuar dikon tjetër dhe më pastaj do të rritet mundësia dhe apetiti i Aleksandr Vučić që të plasojë dhe të zbatojë planin e tij për botën serbe, që është elementi kyç i mbjetësisë së tij në politikën serbe. E qartë, Drizan, falenderoj shumë që ishe me ne, kënaqësi të bisedonim. Gjohë gjithat miratju dhe shpresoj që ju do e kaloni 11 majin si një ditë normale, demokratike dhe si institucionet që do dalin nga këto zgjedhje, do të jenë institucionet që do fusin Shqipërinë në rrugtimin e euroatlantike dhe anëtare të Bashkimit Evropian dhe tutje. Le të urojmë që do të jetë një ditë përgjithsisht e qetë. Drizan, unë të falenderoj edhe një ishte shumë kënaqësi të bisedonim. Mirëmiq, ju falenderoj dhe juve që qëndruat me ne në këtë transmetim prej gati 3 orës, siç e tha dhe Drizani, në fakt ditën e diel do të takohemi në një transmetim maraton, duke nisur prej orës 7 deri po themi në hapjen e kutive dhe nisjes së procesit të numrimit. Bashkë do ndahemi këtu deri të dielën. Ju vazhdoni të qëndroni në Top News për lajmet dhe zhvillimet e fundit. Miru takofshim në ditën e verdiktit të shqiptarëve.